edhe ai sillet në emrin e Allahut duke thënë La ilaha illa Allahu, edhe ai thot kështu, edhe në këtë emër ai sillet. Atë ditë çka të thot ai emën që ai mos të sillet, atë ditë ai nuk sillet më. Po pati Muhamedi bab, po pati ai nën, po pati ai xhaxhajin e tij mbështetës, po pati ai gjyshin e tij mbi këshirës. Sot kjo botë do të thoshte po ka të drejtë Muhamedi të jetë i mençur dhe predikues edukator shumë i madh. Ka të drejtë sepse ai është në rrit në hijen e edukatorëve të mëdhenj, në hijen e edukatorëve prijës. Po Allahu ja ka marrë ato që ta lënë ata jetim të vërtetë. Vjen pra prej qiellit të shtatë prej Lauhi Mahfuzit, libri më i madh që se ka pa as qielli as toka, fjala e krijuesit të njerëzisë e prir nga ajeti i parë numër 1 për Kazbrikja, me fjalën numër 1 për ka ajeti, Allahu njerëzisë drejtohet nëpërmjet gjuhës se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me fjalën Iqra Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Khalilallah Muhammad Ya Rasulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi i qoftë Allahut, sunduesit të botrave, krijuesit të qiellit dhe të tokës, dhuruesit të errësirës dhe të dritës. Salavat e selam i Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është vulët të gjithë pejgamberëve, i cili ka ditur të përgëzojë dhe të paralajmërojë, të premtojë dhe të kërcënojë. Allahu me të e ka nxjerrë njerëzimin nga errësira në dritë dhe e ka shpjerë në rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit të gjithçkaja që ekziston në qiell dhe në tokë. Musafir të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Së pari përshëndesim të ftuarin e kësaj nate, Hoxhën Jakub Hasipin, i cili vjen nga Kumanova. Gjithashtu përshëndesim drejtorin e medresës së mesme Alaudin Dega në Prizren, Hoxhën Miftar Ajdini dhe delegacionin i cili e shoqëron. Ulema, dietar, shkencëtar, musafir të lartë, jashtë vendit dhe brenda që jeni këtu në sallë. Unë nuk jam një hoxh i cili ka marrë në Gjakovo për të bani ligjërat, por ka marrë të takohem me vëllezër. Para se t'i tham dy fjalë, më lejoni që t'ju abarti përshëndetjet e anës së Kumanovës dhe burrave të Karabakh. Të them me sinqeritet të lartë që unë nuk do të prezentoj para jush sot sende që ju nuk e keni dëgjuar asnjëherë. Nëse konsiderohen në faqen e përsëritjeve tona dhe të ulemave që i keni për rreth, do të ndahemi të kënaqur të gjithë së bashku. E ma të kënaqur do ndahemi nëse nesër, ditën e gjykimit para Allahu Xhelle Xhelaluhu të mirat që po i bani dhe po i bajmë gjejmë në faqet e tona. Ato fjalit e shkurtara që të t'i themun, janë fjalit e dëgjuara shumë herë. Edhe nata, me siguri se nuk do të na lejojmë të shkojmë as lart përveç se asaj që i burrat prezent dhe motrat tona bijë dhe bija, e presin që të thuhet në natën, e cila natë ma për ne është bëjë ju. Ajo nata është nata e lindjes së burrit më të madh, i cili vetëm një herë në këtë botë ka lindë. As para ati s'pati,
as në kohën e tij nuk do të ketë derisa të lind dielli prej ka perëndon. Ajo është i nderuari Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahu xhalla xhelalu, i lindën me 20 prill të vitit 570. Të nderuar, Muhammed alayhi salatu wassalam, prej kur Ademi ka ardhur në tokë, e deri te nana e tij është dritë për cjellur, dritë pas drite, fis pas fisi dhe fisnikri pas fisnikrie, rresht pas rreshtit të njerëzve më të drejtë dhe më të pastër, deri te nana e tij. Pastaj ajo është biri i nanës, e rritur në shkretin, për të cilën ai tha një ditë prej ditëve, kur të mëdhajt erdhën me vizitu, edhe e paramenduan dhe u shprehën para atij se ata janë të mëdhaj, pro, kja është edhe më i madh. Ai ju tha atyre, me devotshmërinë e tij të pejgamberllëkut, atij tha: "S'ka me u ngrit në kam për mua, sepse unë jam djali i nanës e cila është rrit me bukë të elbi." Kja është Muhammed alayhi salatu wassalam, i lindur në Mekka, i lindur në qytetin ku burrat e kohës së lindjes së atij i kishin zemrat më të forta se gurët e kodrave të atij qyteti. Mirë po, Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, kur të donë ai një sen i fortë të shndrohet në lang, ai është vusi dhe ndruesi i ligjeve. Ai vën dhe i ndron ligjet. Ai don që zemra e njerëzve të asaj kohe të mesit ku ka lind ai të kalojë prej gurit në qumshtin më të bukur, ta pranojnë dhe ta thithin mirë fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu. Me 40 vjet të mbushura të Muhammed Mustafas, para se t'i shpjegoj ose do t'i anashkallojmë ditët e fëmijës, lindjes, fëmijës dhe rinijës të atij, do të fillojmë prej datës së parë të zbritjes së fjalës më kolosale që ka zbritur në tokë. Mas kësaj fjale edhe para kësaj fjale, fjalën më të madhe në tokë nuk ka ra. Fjalën me të cilën në mbushjen e 40 viteve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam jetë e sjell Allahu prej leuhi mahfuzit, fjalën me të cilën ai hap Kurani Kerimin edhe hap dritarat e jetës, me fjalën e zbritur nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam në gari Hira, kur ai ka 40 vite. Unë thash pra, fjala më e madhe, fjala më kolosale, fjala më e plot, fjala dritarja më e madhe, dera më e madhe që është hap hinore, është hap atnat, kur Allahu xhalla xhelaluhu don me këtë fjalë disa sendeve me ju dhon fund. Fjalën me të cilën Allahu xhalla xhelaluhu disa sendeve don me ju dhon fund, një nga ato edhe më e madhja është e kundërta e smundjes e cila e ka kaplu botën 5 shekuj e gjimës para se të vjen kjo fjalë në tokë. Ajo është errësira e vërtetë. Pra Allahu xhalla xhelaluhu me këtë fjalë vdhes në këtë tokë dritën e pashuar. Kjo fjalë në gjuhën arabe kuranore është radhitur në Kur'an ka fundi i Kurani Kerimit. Po për ka zbritja është fjala e parë në surën Al-Alaq. Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë Bismillahirrahmanirrahim, Iqra lexo ya Muhammad. Me siguri se unë ju e zante do t'ja u marrë disa minuta rreth fjalës lexo, duke u lip falje që të më falni nëse dhe një minut prej minutave ja u marrë të kohës të juaj, se secili njeri sot është i ngarkuar me diçka ditën, po ashtu është i ngarkuar me diçka natën, e kemi ndërmend. Të nderuar dhe të respektuar shumë. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, në fjalën e parë ka thënë lexo, edhe pas fjalës lexo nuk ka thënë tjetër të caktuar, por e ka lanë fjalën lexo të hapur. Nuk ka thënë lexo Kur'an, nuk ka thënë lexo hadis, nuk ka thënë lexo kimi, biologji, matematik, fizik, seizmologji, biologji, gjeodezi. Ai nuk tha kështu. Ai tha në Kur'an lexo, o Muhammed lexo. Bash ati që s'din me lexu, ati që nuk i duhet të din të lexon, sepse Allahu tha në Kur'an se nuk kriu ka fela tensa, tije do të shkruajmë Kurani Kerimin në zemër, po do të shkruajmë jo në formën e shkrimit si shkruan lapsin e letër. Ki lexim, ki lloj leximi, ki lloj shkrimit të mfalni, që do të ban Allahu në zemrën e Muhammed Mustafas për 23 vjet, ki sa shkrim laps në letër, në formën e shkrimit jo, por ka thënë, do ta qëndisim në zemrën tonë.
Kurani Kerimin e ka pas të qëndisur, ka dallim prej shkrimit edhe të qëndisjes. Shkruajnë të gjithë, qëndisin vajzat. Shkruajnë të gjithë me laps, por qëndisja është sen gjilahat edhe bat, nuk shkrijet, nuk shlijet. Qëndisja nuk shlijet, nuk vjetrot, ajo rrinë ma shumë se komoshi ku ashtë mu bezin e ta. Pra shkronjat e Kurani Kerimit të zbritura në zemrën e Muhammed Mustafa s'kan qenë jo të shkruara, por të qëndisura. A i ka vdek, ato kanë merë. A i ka vdek, ato kanë ngejt. Se nuk riu ka fela të nësa, s'ke me harru asë njëherë, mosë mërzit ti për teje, ashtë let, puna jo të ashtë i rrirë, sa shme rëzit i ashtë nuna nuk shkruar. Por të mësosh prej sa i dite deri në ditën e gjykimit, se sendet kush ka dëshirë, ti ketë sendet e radhitura, kush don sistem të radhitur, kush don jetë të radhitur, kush don mësim të radhitur, kush don shoqëri të radhitur, kush don shoqat të radhitur, kush don shtet të radhitur, kush don ushtri të radhitur, kush don popull të radhitur, kush don dietar të radhitur, kush don bashkim të radhitur, kush don komunitet të radhitur, duhet ta din një sen, një fenomen, duhet ta din se ai popull me kejt njerëzit e vet, duhet të din të lexon. Të lexon edhe të shkruaj. Në Kur'an është tek leximi para shkrimit. Duhet të shkruan, pra duhet të lexon dhe të shkruan. Jo të shkruan dhe të lexon, duhet të lexon dhe të shkruan. Kështu është Kurani i Kerim. Allahu xhalla xhelaluhu i ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lexo. Çka të lexon? Lexo Kur'an. Pak përpara tha, jo Kur'an. Tash po themi lexo Kur'an. Sepse prej këtu po filloj. Nëse nuk fillon prej këtu sa është në rregull pastaj. Pastaj gjithçka nuk është në rregull. Lexo Kur'an. Lexo hadis. Nxënësat e tu pastaj, kejt atje kemi sinin, se ti edhe mos me lexues prish punë, te ti kemi rregulluar me qëndisin. Por nxënësat e tu deri ditën e gjykimit. Ju pra, unë me ju pra, ju prezent, edhe ata që nuk janë prezent. Jo 1 miliard e gjysmë musliman, 6 miliard njerëz, sepse Kurani i Kerimi nuk është libri i muslimanëve. Kurani i Kerimi është libri i njerëzisë. Allahu i ka thënë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Ti je të kemi dërguar për gjithë njerëzit. Ti nuk je i muslimanëve, ti je i gjithë njerëzisë. Ti je pejgamber, ti je i dërguar, ti je rasulul insaniyye, i dërguari i njerëzisë. Nxënësat e tu janë të gjithë njerëzit janë nxënësat e tu. Ata duhet të dinë një sen. Ata duhet të dinë të lexojnë. Të lexojnë Kur'anin dhe tefsirin e tij, të lexojnë hadisin dhe komentin e tij, të lexojnë historinë e pastër të kaluarve, të mësojnë prej së kaluarës, të dinë për të afërmen. Më së shumë ti çka të lexojnë? Çka të lexojnë më së shumë? Të lexojnë vetvete. Lexoni vetveten para se ti lexoni qefin. Lexoni vetveten. Lexoni qëndrimet e marrura. Lexoni smundjen e juaj. Shkoni te mjeku, lexoni smundjen e juaj. Bane rentgenin, lexoni librin, lexoni fletën, lexoni filmin e rentgenit, lexoni vetveten. Pastaj smundjet psiqike lexoni, lexoni smundjet fizike, lexoni smundjet shpirtërore, lexoni smundjet shoqërore, lexoni smundjet kapluese, lexoni smundjet të cilët të qesin nga rregulli, smundjet të cilët të kanë qitë nga binari. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu lexo. Lexo formulet e matematikës tash pra. Lexoj fizikën, lexoj matematikën, lexoj seismologjinë, lexoj astronominë, lexoj nën detin, lexoj mbi detin, lexoj mbrëmsinë e detit, lexoj tokën edhe nën tokën. Lexoj të gjithë sepse ajetet që po vinë mas fjalës lexoja Muhammed do të jenë 6219 ajete. Ato do të jenë gjithsej 30 gjuz. Ato do të jenë gjithsej 73412 fjalë. Ato do të jenë gjithsej 381.121 shkronjë. Ti fillon lexo e pastaj kur të lexosh ajetet që do të vinë mas kësaj fjale janë për të lexuar sepse janë norma s'mundet pa ta. Ti do të lexojsh Iqra, lexo, pastaj çka të bëj? Në emën të kujt të lexojsh? Këta duhesh ta vendosësh mas fjalës lexo ose para fjalës lexo më një herë. Në emën të kujt të lexoj? Sepse nuk na erdhi asgjë për të vendosur para se të vendoset në emën kujt të lexoj. Ai ka thënë: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Lexo në emrin e Allahut krijues. U kri. Lexo në emrin e Allahut krijues. Fjala krijues ka dy herë në këtë ajet, një në mbas tjetrës. Pastaj ka thënë: "Alladhi khalaq."
lexon në emrin e Allahut krijues. Khalaqal insana min alaq. Prap fjala, ai krijoi njeriu prej kësaj edhe deri në fund të ajetit. Këta vendose në librin e kimisë, pra, duhet të kesh Bismillahirrahmanirrahim. Në librin e fizikës duhet të kesh Bismillahirrahmanirrahim. Mësuesi i gjeografisë duhet të banë Bismillahirrahmanirrahim në klasë. Edhe ata të mos nënçmohet kur të thotë Bismillahirrahmanirrahim. Të ngritet ai edhe fëmijë që i mëson ai, sepse Allahu ka thënë lexo në emrin e Allahut krijues. Ti mëson gjeografinë e kujt? E kuja është ajo tokë që ti mëson kufin gjeografik të asaj? I kuja është oqeanistika? Ka një lëngë mësot sot ka një oqeanistik. Të kuj janë oqean? Të kuj janë shtigjet bregdetët dhe bregdetët? Ti mëson me shku në hanë, mëson me shku në hanë se Allahu ka thënë lexo, por të mos shkojsh në hanë me shka, të shkojsh me lexim në hanë. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu lexo. Lexo dhe ke thuj Bismillahirrahmanirrahim. I kuja është ai vendi ku ke zbrit në hanë? Kush e ka përgatit atë që ti i keni shu kambët atje? Lexo në emrin e atij, që të jesh më i gjerë në detyri, që të dish më shumë. Lexo duke i bashkangjitur leximit tan fenomenin më të bukur. Fenomeni më i bukur i cili i bashkangjitet leximit është devotshmëria. Ka thënë wattaqullah wa yuallimukumullah. Mos frigoni Allahut, ju mësoj më shumë se sa dini. Frigoni Allahut, ju mësoj më shumë. Mjeku i cili do të hinë në spital me bë një operacion në zemër, po e përmendi zemrën si instrument më i madh në trupin e njeriu, ose sinin veshin çka do gjuh. Ka kalu koha e diturisë së operimit të zemrës dhe briskit dhe mjeshtrisë shkencore të mjekut. Duhet t'i bashkangjitet edhe një send tash. Mjeku duhet të pastrohet në shtëpi të merr abdes. Ti fal dy recat namaz, ka këbla i kthir dhe ti thot Allahut në lutjen e tij, o Zot, un po deportoj me briskin tim sot në pushtetin tan më të madh. Un po hi me operu pushtetin tan më të madh, më të gjatë. Po hi me operu veshin. Veshja është më i madh se Afrika. Është më i madh se kontinenti i Afrikës. Është gjeografi shumë e madhe. Ashtu edhe mësuesi i landeve tjera, edhe ai hoxha, edhe ai mësuesi, edhe fshatari, edhe bujku në bujqësi. Të gjithë lexoj bujqësinë. Lexo për bujqësinë. Të mos qitesh fare burr i nderuar dhe i dashur. A ke bujk në sallë këtu? Bujqësia s'ka shku larg prej Ademit. Nuk ka shku larg prej bujqësisë së kohës Ademit, sepse ai ka mell tokë, mell tokë. Asnjë s'ka mell nal. Të gjithë mellin tokë. Edhe arsimi s'ka shku larg prej Ademit shumë. Arsimi shkollor modern nuk është largu prej arsimit të kohën e Ademit. Të mos bëhemi megaloman, të mëdhaj, të mendojmë se na kemi shku tash larg. Unë do t'ju sjell shembull nga libri i Muhammed Mustafas, nga libri botnor, nga libri më shumë se botnor, nga libri mbi dhe nën botnor i quajtur Kurani Kerim, se arsimi s'ka shku larg prej Ademit, prej kohës së Adem alayhis salam. Nuk ka ec hap të parë. Por duhet të sjellim një argument të shëndosh që njerëzit ta dinë të bindën. Allahu xhalla xhelalu Ademit i ka mësuar emra. Kështu ka thënë në Kur'anin e Kerim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ja ka mësuar Ademit emra. Po pyesim në shkollën fillore në klasën e parë, në vitin e parë, çka mësohet atje në vitin e parë? Atje nuk mësohen folje. Folja është sen që mësohet pak më vonë. Atje mësohet sharra, maca, miu, baba, nona, shtëpia, ujku, ariu. Çka janë këto? Janë emra. Pra në kohën e Ademit emra tash emra. Nuk kemi shku larg. Nuk kemi largu shumë. Emrat i ka mësuar Allahu aty, emrat i mëson mësuesin në vitin e parë. Fillon prej emrave. Nuk kemi shku larg. Kamella në tokë, Ademi me djemt e vet kamell në tokë. Na ku jemi të mell tash? Ai ka praptu tokën për ta mell, ne kemi praptu për të mell. Por duhet të lexojmë të him në thellësinë e shkencës që prej asaj të nxjerrim më shumë. Allahu Muhammed Mustafas ja ka lënë të pashquar fjalën lexo. Ja ka lënë të pashquar në kuptimin gramatik. Lexo hapo. Lexoj gjitha sendet, veç disa sende mos i lexo. Disa sende duhesh të frigosh prej Allahut, nëse i ke lexuar deri në këtë 9 thonte, më kur të mos i lexosh. Mos e lexosh shuflakun. Po ti do të martohesh me filanin. E ke pas fat, po ti se ke ditur, po të tregoj. Mos e lexo filxhan. Këta kur mos e lexo, sepse në filxhan vetëm kafe ka.
Edhe ati nuk ka shkollë, nuk ka dituri. Fjala finxhan në kundërvlerë të kësaj tematike është rrejt. Drejt për drejt është rrejt. Kush ta lexon shuplakën, kush ta lexon filxhanin, të ka rrejt. Drejt për drejt të ka rrejt. Ai të ka okupu që të mos të dish. Që të mos dish. Allahu e ka pru Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për të kundërtën e këtyre sendeve, për t'i nxjerrë njerëzit me këtë libër të madh prej errësirave në dritë. Jo prej errësirës në dritë. Jo prej errësirës, prej errësirave në dritë. Nëse ju e lexoni këtë Kur'anin e Kerimit, do ta gjeni fjalën errësirë gjithmonë në shumës, kurse dritën në njëjës. Gjithmonë fjala errësirë në këtë ajetet në Kur'an në shumës, kurse fjala dritë në njëjës. Pra prej errësirave në dritë. Ka shumë errësira. Më e madhe errësirë e cila është vështirë të dilet, më së miri dilet nga ajo në mënyrë organizative. Aja është dalja nga errësira e ignorancës. Dalja nga errësira e ignorancës. Nëse arrin një popull të del nga kjo errësirë, ai pastaj dritën e ka në prak, ai ka dritën në dhomë. Popujt që kanë vujt prej ignorancës. Ata që vujnë sot vujnë prej paditurisë. Kush është i lumtur në këtë botë? Nëse ekziston popull i lumtur, është vetëm një popull i lumtur në këtë botë. Populli i ngritur, populli i lexuar, populli i shkencëtarizuar, populli i lexuar, populli i arsimuar, i ngritur në arsim në nivelet më të larta. Qëllimi final i 6290 ajeteve është të na nxjerrë nga errësirat e jetës së ignorancës, të na hedhë në dritë. Në dritën e kuj? Në dritën e fjalës më të madhe të zbritës, në dritën e fjalës lexo. Edhe mos lexo. Pra lexo ato që duhet të lexohen, të mos lexojsh sende shka, të mos lexojsh sehrin. Sepse nuk ka shkencë. Allahu për ta ka thënë në Kur'anin e Kerim, në formën e urrejtjes së kësaj pune ka thënë. Dëgjosh ka thënë Allahu për ta në Kur'anin e Kerim. Yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Dëgjosh çfarë punë bëjnë me ta? E dajnë burrin prej gruas. Jo e bajnë për me da. E bajnë atë për me nda burrin prej gruas. Edhe kjo është vepra, edhe kjo është shkenca, edhe kjo është dituria, edhe kjo është vepra. Dhe në këta mos e lexo kur, ik prej kësa, mos lexo filxhanin, mos e lexo kafshatën e bukës, ik prej atij njeriu që të thot kripa po fol, buka po fol. Ik se ajo është nuk ka shkencë, ajo është organizat. Nuk ka shkencë, është organizat. Të nderuar ju, femna, posaçërisht që jeni në sallë të dhe ato që s'janë, largonu prej këtive se ata janë organizat. Nuk ka shkencë, janë organizat. Nëse më jepni 10 minuta kohë, t'ua spjegoj, t'ua komunikoj, si është ajo organizat, si ngjarë. Pra kështu është ajo organizat. Ven një grua me një boqe në shtëpinë të dera jote. Ti s'je, jenë punë, është zonja në shtëpi. Ajo hin mrenda dhe zonjës ja merr të dhanat të gjitha. Edhe i çon në qendrën e ative boqexive atje. Pastaj e dita kur t'ju vjen i din se ndër se ti e keni gjallë në Gjermani, edhe një nuse të zanme, edhe një do t'a zini. E dita i din këto, jo e para i merë të dhana, e pastaj i halav gratë, pra në qenë ka organizat, në dituri. A ke një sapun, a ke një varshpec, a ke një pasul, a ke një ket, a ke një atë, shkun 50 euro. Po shkun 50 euro. Prej ka vinë këto, këto vinë prej ignorancës. Jo, largo, këto mos i lezo, ik mbyllët. Lezo shkencën, lezo diturin. Kejta jetët ti 6219 që do të vinja Muhammed. Mësojnë nxënësat e tu deri ditën e gjykimit të lexojnë ata, sepse kanë mu ballafaqu me standarde të larta, të nivelit më të lartë, më të ngritur, të fjalive të thurura në Leuhul Mahfuz prej Allahu xhalla xhelaluhu. Fjali të thurura nga Allahu, por shumë të qarta, shumë fritdhënëse. Jo fjali të menduara nga unë dhe ti, të thurura prej Allahu xhalla xhelaluhu. Kitabun fussilet ayatuhu min ledun hakimin khabir. Edhe në fjali të thurura të krijuesi, ai të thurura ato. E sa i ka bën të qarta, i ka bën aq të qarta që asnjë i mençur në botë nuk ka problem me i kuptu. S'ka problem. Në Kur'anin e Kerim s'kemi asnjë problem për t'i kuptuar ajetet, sepse janë të qarta, edhe të thjeshta për me i marrë edhe me e bën punë. Ja për shembull sa është thjesht. Sa qarta është. Ka thënë Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. Allahu ju është një.
thjesht, s'ka përforcime gramatikore. Inna ilahakum wallahi la wahidun law ta'lamun. S'ka kështu. Ka thënë, wa ilahukum ilahun wahid. Allahu juaj është një. Sa thjesht, thamë dhe sot me një vend, sa thjesht, aq thjesht sa që, aq turp që unë të hipin qafë te edhe të thamë, kjo lamba është ndezur. S'ka nevojë të thamë, sepse duket. Kështu që Allahu është një kaq qartë duket. Thjesht. Kaq qartë. A mund me qenë ti? Po veç u tash këtash me qenë janë natja ditë. Sepse njeni i forte do natë që tripashtu i forte do ditë. S'ka mundësi. A mundën me qenë ti? Po mundën me qenë ti nëse ti e ke një nësi këtu që të rinë këtu. Sepse njeni i fort të ave një nësi këtu që tripashtu i fort do të njësin të shofë edhe mrapa ki. U kripë, mori fund. Ja thonë lexoja Muhammed, lexoja ajetet dhe komunikoja umetit tanë për ngritjen ekonomike të popullit tanë, për ngritjen ekonomike. Por të qartë, ajetet të qarta dhe të shkurta. Ku është ekonomia në Kur'an? Qartë dhe shkurta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ha, edhe pi mos derë të epo. Çka është kjo në fakultetin e ekonomisë? Çka mësohet në ekonomi atje? Atje në ekonomi mësohet për me ba një dinar ditë. Atje në ekonomi bëhet si ta bësh ditin dinar me punu, me shtin punë me bë 3. Pastaj njenin me rujt 4 me i çun punë andej për me rrit. Kështu është. Ha dhe pi mos ban masraf, mos derë, masraf i thojnë në arabisht, mos derë të epër. Çka është kjo përveç se ekonomi? O ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, çish jeni në këtë lami, çish jeni në këtë rafsh. 24.500 kg buk në kontenerat e përllokët në qytetin e Shkupit çdo mëngjes. 24.500 kg buk në kontenerat e Shkupit, që qytetit e Shkupit pak më pak se 1 milion banor. 25 ton buk. Në parlament diskutohet natën edhe ditën për çështjen e urisë edhe të varfërisë. Vallë të varfërit e hedhin bukën. Na ka mësuar mësuesi njerëzis. Ka thënë në sofër, kur të hani bukë në sofër, më në fund trohat e sofrës të i mirëni ata me dorën e gjatë t'i mbledhni edhe t'i hani ata, sepse në luksin e juaj dhe në sistemin shëndetësor tuaj, në trohat e bukës së fundit të sofrës keni shërimi. Edhe pastaj ka thënë, më në fund t'i lipini gishtat, të mosu në nëqmoni në restoran t'i lipini gishtat, sepse në tun majën e tunit të gishtit keni shërim dezinfektuas për luksin e juaj. A i ka thënë që 1500 vetë kështu. Unë nuk do të pres asnjëherë çka po thojnë që në shkencë, a është kjo e vërtet ajo? Sepse duhet të pres pastaj 1500 vjetë. Duhet të pres për një mshefësi, s'kam kohë me pri. Po më tha mësuesi, s'kam kohë me pri. Edhe ti s'ke kohë me mu me pri, po më du të asjell në shembull të thjesht që të bindesh se edhe ti s'ke kohë. E ti me nis me shku prej këtu ka qitakët në Mitrovici. U ba, njeni ka dalë në rrugë të ka thënë, ka vjellësa ande edhe një 5 kilometra. A do të shkojsh mi pa vjellësit apo ti besojsh ati që do të lajsh? Cëllën prej tive e zjedhë? Si të shkojsh mi pa vjellësat, ta kanë shti dorën gjepë, sepse ti ke shku të ata. Ti ke pranu me shku të të vendi, ku janë ata? Cëllën e zgjedhë prej këtyre? E zgjedhë me këthi, sepse ti nuk ke dëshirë të jesh i vjellë, të jesh i flashkitur. Pra, këta e ke mësus, e banë mësus këta po. Këtë të madhin në Mekë, du është të bajsh edhe më mësus. Sepse kja asnjëherë s'të spjegon sende që të del ai send që kënë dëgju nga ai gabim. Asnjëherë. Ai ka thënë Kurani ati, ka thënë kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Mos delë në tepër se Allahu nuk i don ato që delë në tepër. Kja është maja e ekonomisë. Si ndërtohet ushtria. Lexo. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, përgatitur me fuqi. Ushtria nuk është vallë, darkë. Është fuqi pra përgatitur. Kalu, shku. Lexoja Muhammed, ajet pas ajeti, derisa ti ta dish tokën në tokën mbi tokë.
sepse ne do të ma vonë pak do të asjelim ajetin, i cili ndoshta në sipërfaqe do të ketë problem njerëzia me den, por nëpërmjet dietarëve dhe shpjegimeve tua, ata do të binë në binarin ku duhet. Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim me një sure, të cilës sure i ka vënë emrin surja e Hekurit, ka thënë: "Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas." E kemi zbrit Hekurin. Unë nuk kam pa armaturë 12 që të drejën topa prej qiellit. Si armaturës kam pa. Ka thënë ai e kemi zbrit Hekurin. Kështu ka thënë, jo e kemi kriju, e kemi zbrit Hekurin, ka thënë në Kur'anin e Kerim. Ku është ai zbritur? Po ai ka thënë i kemi zbrit kodrat. Ai e krijon kodrat. Pra ti duhesh të lexosh ja Muhammed, sepse ai nuk ka zbro. Të mbledhësh brum dhe të ngarkosh në kolicën tënde, të çosh në shtëpi. Duhet të përpunosh. Pra ai është me dheun i përzim, nëpërmjet leximit ka lënë. Nëpërmjet leximit ka lënë, nëpërmjet mësimit, nëpërmjet arsimit ka lënë, e pastaj ke Hekur ka thënë fihi ba'sun shadid. Në te keni fuqi të ashpra dhe dobi për njerëzit. Allahu ka thënë në Hekurin keni fuqi të ashpra dhe dobi për njerëzit. Kush janë fuqi të ashpra? Fuqi të ashpra janë municioni 5.5 deri te ai kalibri më i madh, pastaj ania, flota e gjuhëtër, pastaj tornado, pastaj jaguari, pastaj granata, pastaj tjetër. Janë tanku, topi fuqi të ashpra. Kush janë dobit? Ja kjo është dobi për njeriu. Kjo Hekuri që është para mu, ka thonë kemi bërë dobi për njerëzit dhe fuqi të ashpra. Por këta nuk vinë nëpërmjet gjumit në oborrin tonë. Nuk vinë nëpërmjet paditurisë, nëpërmjet angazhimit, edhe asnjë rrugë tjetër, nëpërmjet angazhimit gjithë popullor. Neve nuk na solli Allahu xhallal xhelalu këtu për do punë që po i bën tash ummeti. Me të vërtetë ummeti doli prej lamës nga dalgadal, prej lamës së veprimtarisë të hartuar prej Allahu xhallal xhelalu. Doli. Do të sillim argumente, nuk është lehtë të sulmojë njerëzit. Allahu xhallal xhelalu na ka thënë neve të bëhemi të ditur nëpërmjet leximit. Ka një dietar ka vdekë në Egjipt, nuk kam asnjë simpati se me të vërtetë ka qenë një lloj rebeli. Por ai ka thënë një librin e tij një fjali, të cilën fjali nuk e kam lexuar asnjë libër kur. Në asnjë libër asnjëherë. Ai ka thënë për arsimin një fjali. Ma ka këmbë aq tepër sa që ma kur se harrova. Ai ka thënë arsimi është HDO. Kështu ka thënë. Arsimi për njerëzien është HDO. Pra arsimi për njerëzien është ujë. Uji është HDO. E uji përkansh edhe përkasash pra. Kush janë ato që duhet të pinë ujë dhe ato që s'duhet të pinë? Të gjithë duhet të pinë ujë. Waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Prej ujit e kemi bërë çdo sen të gjallë, ka thonë Allahu në Kur'an. Prej ujit e kemi bërë çdo sen të gjallë. Pra këtë duhet të pinë ujë, këtë duhet të di, këtë duhet të mësoj. Qëllimi i Kur'anit Kerimit është ky, që të na nxjerr nga errësira, por ti kapmi sendet seriozisht, ti kapmi sendet që ato diçunat, një çun edhe një çupës, të cilët rrinë në shkallët e fakultetit, derisa profesori legjeron mrenda në katedër, ata rrinë i bajnë disa biseda jashtë kornerit, i bajnë disa biseda mas gollit, atje ku nuk luhet loja, këta njerëz nuk e kanë serioz mësimin. Sigur çka nuk e ka serioz doktori i shkencës, i cili studentat i kanë hyrë në katedër, por aja është tunejt me një kafene atje. Edhe ai sa është serios pastaj. Nuk është serios edhe hoxha, i cili xhamati i ka hyrë xhami vetëm ai sa është. Edhe ky sa është serios. Nuk është serios i zoti i shtëpisë, të cilët gjend i kanë dalë në shtëpi, edhe në mramje e pyesin kur do të vjen ai. E pastaj në mramje në mëngjes do e pinë për dorë. Edhe ky sa është serios, edhe ky nuk meriton me rujt familje, edhe ky se ka derdin në umetit, ose s'din me pas derdin e umetit. Ata këtë njerëzit të cilët e bajnë vetëm derdin e vetë, nuk janë serios. Vetëm derdin e vetë, për shembull, derdin e shtëpisë vetë, derdin e fëmijës vetë, derdin e ekonomisë vetë, derdin e gjendjes faktike të vetë, derdin e gjendjes ekonomike shëndetësore të vetë. Edhe këta janë serios. E kush është serios? Serios janë ata njerëz, ai popull i cili e ban derdin e përgjithshëm. Ai që e ban derdin, ai popull është serios. Ata popull që kanë marrë frymë në këtë rrafsh, ata e kanë ngrit veten, derisa ne tash disa sende po na i sjellin, me vërtet, po na i sjellin disa sende të ndërtuara në baza shkencore shumë precize, unë s'po ja djem. Po hina, unë i mjeri, unë personalisht, po hina në disa dyqanet të teknologjisë moderne, prej 1000 sendeve, një 10 sendeve ja vdiem si e ka. Jo mi përdor emrat që
qertë e kanë ndërtu, qertë e kanë banë në treg, e kanë qitë në treg. Unë s'di me punu telefonin e xhepit, kejt operacionet si a di, për fat, se hartë më japë dikush në emër, ja japë një cullet të shpia një fëmijës, i në qizama. Si di kejt punë këtu? Kur prej asë gjans nuk ka alë kjo erdhi prej pa angazhimi, kjo erdhi prej neglijencës o umetit, e unë prej kejt umetit për erdaj popullin tim, të cilin popull kam të drejt, të du ma shumë se kejt popullit në botë. Asë një popull në botë nuk e du ma shumë se popullin tim, asë një. Dashuria ndaj pjesës së popullit tim, pjesa e quajtur Gjakov, më sjelli 300 kilometra këtu, me dëshirë dhe me vullnet të takoj me vëllezërit, por të lamë porosi një qetrit. Për atë, kjo nuk është ligjërat shkencore që unë bebajnë këtu, është porosia të lamë një qetrit. Porosia jonë të lamë një qetrit, që ta angazhohemi, ta aplikojmë, ta implementojmë fjallën e Allahut në jetë, a implementimi i fjallës e Allahut në jetë me 6 pjesa ajete mundët të bëhat në përmet fjallës së parë. Fjalla e parë e zbritur lexo, ka ardhur në Kur'an 3 herë, si u marr më shumë kohë. Ktu do të ndalem, s'ka marrë në ligjin. 3 herë në Kur'anin e Kerim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Allahut tan bujo, prius. Iqra wa rabbuka al-akram. Prap iqra. 3 herë. Të dijat në këtë botë të dashur të mi. Edhe një herë ka ardhur në Kur'anin e Kerim suratul Isra për nesër. Wa kullu insanin ألزمناه طائره في عنقه ويوم القيامة نخرج له كتابا يقرأه اقرأ كتابه lexoj librin tan. Edhe një punë ke mas vdekjes, s'ka më gjëra punë. Mas vdekjes para se të ish në xhenet, edhe atje ke me bën një punë edhe mas ka angazhim si të ish në xhenet, ka thënë. Edhe një angazhim po t'japim. Çat librin e veprave tua lexoj. Iqra kitabe. Pra fillon me lexim. Para se të hesh në derën e xhenetit e ke edhe një lexim. Leximin e veprave tua. Edhe iqra kitabe. Lexoj librin tan, lexoj vetë. Të ndëgjojnë qërë që ka ke bërë në këtë botë. Unë kam thënë edhe po thëmë prapë, si njeni nga hoxhallarë, lexoj roman. Lexoj roman. Por të lutëm, për roman lexoj. Unë lexoj libra rena. Unë lexoj rena që i shkruajnë qërë, po i lexoj kejtë renat për rena. Lexoj roman, lexoj për roman. Mëse lexo për ndërtim të mbrëmshëm që ti të bazohesh në atë, se ti din diçka. Çka është roman? Roman fjala për romës. Shkrim i stilit të një vendi të caktuar. Çka ka në përgjithësi në të? Ngjarje mesdim. Ngjarja mesdim ose njëri vet, përjetimi njëri. Të më falni po e ceki një hyrje të një romanit 3 rreshtat e parë. U zgjova në mëngjes këtu. U zgjova një mëngjes në terrasën time pa dal dielli. Edhe ula në pijama aty në karrikën e plastikës e cila ishte ende e ftoftë. Bia ime në pijama doli prej dhomës së fletës së asaj, më pyeti baba je gati për të pi një kafe, i thash mush manit të illë. E pita edhe vjella. Roman. Sepse unë nuk disha se kam sa qiban në barë. Roman. Lexoje këta hunë. Nuk të ndalon islami, lexoje. Po për roman lexoje. Të mos i përzish të dhe kur të lexojsh Kur'anin e Kerimin, të lexojsh për ngritjen e standardet të më të lartë të formimit të njeriut, sepse atje është mbrumi, është materiali i ngritjes më të lartë të standardit të quajtur, të fenomenit të quajtur njeri. Atje është lexo në Kur'an, atje pastaj atje është qartë e shkruar, la tafarraqu, mos u shpërndani, bashkohuni. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, ndihmoni njëri tjetrin për të mirë. Mos u ndihmoni në të keqen. Kjo sa është roman, mos u ndihmoni për të keqen asnjëherë, as të mos mendosh që ti bën shkeç as që tërkuj. Mos i lejo vetes të mendosh se po i hapet derën e të menduarit, del derë te dera e të betuarit. Për t'i bën keq. Mos e lejo, absolut. Atje është qartë. Kunu ibadallahi ikhwana, të jeni të gjithë vëllezër. Atje pastaj është mos e nënshmo besimin e tjetrit. Në suratul An'am, Kur'ani i Kerim, në xhuzin 7, la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi bighayri, yad'una min dunillah fa yasubbu Allaha 'adwan bighayri ilm.
mos e nënshmo besimin e qetësit. Në asnjë mënyrë mos e nënshmo besimin e atij që beson ndryshe, nuk beson si ti. S'ke të drejtë Kurani ta ka ndaluar rrep që të nënshmojsh besimin e qetësit. E çka të bëj? Na të mësojmë çka të bësh. Na jemi më për akun këtu. Meri mollat e tua, edhe qiti në tezë, edhe rri pranë ative. Kush të blen? Valë mos do njëni prej neve me i qitë mollat në tezë edhe me i thonë atire ljeja këtu. Do janë mollat e minje. Kë kene lullë? Maj, 5 kilogram, matja. Ja bjellë një tepër ose një noksan. Qoj të shpia kur t'i hajsh prap këtu. Mos është Kurani Kerimi ki? Kurani Kerimi sa është ki? Kurani ka i ki libër në ka eduku kështu, këtë dituri të madhe të këti libri në tezë. Pastaj edhe njënë ka qitë tezën e vetë ati, për modën e ka qëtër. Ati i kalojnë mushteria, ka unë, shkon të ajë, deshti të blenë të ajë, të blenë të ajë, të blenë të unë, të blenë të unë. Kja është liri, kja është jeta, kështu organizon Islami jetën. S'ke mundësi me janë në shmu besimin, kur ku je ke të ndaluar, Kurani Kerimi të ndaluar. Allahu Gjelle Gjelalu, të nderuar ju dhe të respektuar shumë. E baf natë besimi këtë natë. E baf natë të cilën Allahu Gjelle Gjelalu në ne të gjithë pajtohet. Në nëse arrim që ajë të pajtohet në ne, në të dalim nga kjo shtëpi e kulturës të kulturuar dhe të nderuar dhe të marsuar mirë edhe rrot të dashur të Allahu Gjelle Gjelalu. Zatër, kejtë qëllimi jonë është që ajë të pajtohet në ne. Zonja edhe zotri që jeni mrenda. Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanu, ju shpërblef për kohën që e keni harxhu, për sante me ardhë në këtë salë. Inshallah, ju nuk e keni humbur kohën me ne. Unë nuk kam ardhur këtu juve me ju kallu duri, sepse unë kam nevojë që të mësoj prej qerve. Por i kur s'kam qenë ma i knoqur, kur s'kam qenë ma i nderuar se sante kur kam ardhur në Gjakov para jush të prezantoj me të fjalë modeste të kuptimit shumë të ngushtë të timit. Pra, kur s'kam qenë ma i nderuar, ju më keni nderuar, ju nderoj Zoti Allahu, edhe ju nderoj Allahu Gjelle Gjelalu me të gjitha të mirat që i ka. Nëse më ndëgjoni, të thoni amin vetëm për një set. Unë po thom diçka, ju të thoni amin ja. Allahumma skina al-ghaytha fala taj'alna min al-qanitin. Amin. Zot na jep shi, sepse ti e din mëshira jote ku është e përbir, neve kemi nevojë në kafshët tona, edhe bimët tona, arat tona, bjeshkët tona, kemi nevojë ati hallin ton më së miri e din, ne pranë lutjen. Bravo, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po veshësh mirë, na po i thojnë modern elegant. Shif dhe me këna po foli, po i thojnë pedant. Më di pika Kolumbia, pali pika më. Po të shofin po veshësh mirë. Ka thënë Ibn Abbasi ju burrat. Ka thënë Ibn Abbasi, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama annani uhibbu annaha tatazayyanu li. Ka thënë unë kam dëshirë që të veshëm mirë për gruan time, sikur çka kam dëshirë që gruaja të veshët mirë për mua. Shumë njerëz e kanë kuptuar gruan se duhet të veshët mirë edhe pastër, por vetë veshin tashëm për flesit. Sepse gruaja duhet të veshët jo, edhe ajo pastaj ka të drejtë që të kërkon ti të jesh i veshur mirë dhe ta prezantosh atë mirë. Është gjëra të prezantimi, ta prezantosh atë mirë. Ajo ka hakun e vet. Është një nga hakët e asaj që burri asaj të veshët mirë, sikur çka ke dëshirë. Ka thonë unë kam dëshirë të veshëm për gruan mirë, sikur çka ka dëshirë ajo. Unë kam dëshirë të veshëm për ata mirë, sikur çka unë kam dëshirë që ajo të veshët mirë. Këtu do të jemi të barabartë, por jo ta ngarkojmë gruan me atë që se ka ngarkuar Allahu Xhelalu Xhelalu. Ta qojmë në shtritorën e hekur. Dhimi e 500 gradë me llopat, të hedh ajo zjarë, hekur zjarë, të hedh në lëfur. Që të jemi të barabartë. Jo, ajo se meriton këta, ajo meriton shumë ma letë se kaqë. Pyetja tjetër nga disa motra muslimane, cila është vesha e mirë e gruas për shtëpi dhe jashtë shtëpisë? Me veshën që ajo hin në namaz edhe del para Allahu Xhelalu Xhelalu, me atë vesh duhet të del para këtij njerëzi. Të shtëpisë dhe jashtë shtëpisë. Vesha e femrës është ajo vesh e cila me ta lidhet në namaz del para Allahut, me atë vesh duhet të del para njerëzit. Përndërën se besimtarët mundohen që në mënyra të ndryshme të shprehin dashurinë e tyre ndaj pejgamberit e Selam.
Në intereson cili është qëndrimi islamit rreth Sakali Sherifit dhe lejuar tutja e krimës për dashurit e pejgamberit alayhis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuara, është vërtet se çështja e krimës së cilat gjendet në xhaminë e Rut, është vërtet se ajo ekziston në përgjithësi xhaminë të rënd, mirë po, të ne duhet të jemi të bindur se një argument i vendosur, i shëndosh, i cili e mbështet këtë çështje, mbështetje të tillë nuk ekziston. Nuk ekziston edhe duhet të marrim të sinqert se argument të tillë mbështetës për këtë nuk ekziston. Një send është vërtet se i nderuari sallallahu alaihi wasallam kur është qet i kanë ruajtur qimet e tij. Kjo është vërtet. Por ajo që ne nuk mundemi të mbështetemi në të nuk e dim, a është një nga ato qimet që i kanë rujtë qirë në oborin tonë, sepse nuk kemi vakuf nam, nuk kemi testament i cili ka ardhur që 1500 vjet me qimen së bashku me në tregu neve se në dorë të këtij si hadisit e ka transmetuar filoni për Ebu Bekrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë punë nuk kemi. Si sebe, edhe unë tash nuk kam nguli si hoqë para jush që të them, po edhe nuk kam nguli që të them jo, por duhet të themi të vërtetën më seriozisht. Janë në përgjami, nuk ka një argument të këtër i cili e mbështetet. I faleminderit. Krisë në Kur'an. Është lidhur ngusht dashuria në Kur'anin e Kerimin, dashuria në zbritjen e tij. Është gjithsej një top, është gjithsej një dashuri. Unë e du fjalën e Allahu xhalla xhelalu sepse e di e kunash, e du Allahu xhalla xhelalu. Një nga cilësitë e Allahut për 99 që ne i mësojmë përmend fëmijëve, edhe vetë është Allahu flet. Pra është folës. Është cilësia e Allahut xhalla xhelalu dhe pra në është fjala e tij, e saktë. E du Allahun me fjalën e vet. A ka mundësi që në fes dishka hoxha rreth të rëndësisë së tubimit të femrave dhe rreth filozofimit të tyre në Islam? Megjithatë, a ka mundësi që të nxjisni femrat muslimane që të organizojnë të studim sidomos të shtunët e tjera në xhamiet e qytetit në kohën e tyre pas çimit? Kanë ardhur gratë te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thënë ja Rasulullah, shkon burrë. Kështu i kanë thënë, shkon burrë. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku shkuan burrë? Ka thënë shkuan me serata. Si? Ka thënë pa ato, zëqatin të japin ata. Ka thënë, po ne lojmë së bashku, po falemi së bashku, zëqatin të japin ata, shpatën për ngrejnë ata, shkuan burra. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por ju gra, nuk ja kanë të i kalu juve burra. Ju i keni stadiumet e juaja për të qenë me burrat edhe më lartë. Allahu xhalla xhelaluhu në Islam gruan e ka ngrit më lart se burrin. I ka dhënë asaj të drejtat sepse ajo para islamike ishte e robëruar, ajo siç në formën e njeriu, ajo s'ka pas statut grue, s'ka pas statut njeriu, kurse Islami ka ardhur për hapjen e dyrave të grumbullimit të veprave të asaj derisa të jetë gjallë. Një nga veprat që ka të drejtë i banë, ka drejta të organizon jetën. Të organizon jetën fetare, të organizon jetën shkencore. Asnjë njeri në botë s'ka të drejtë femrës t'ja ndërpret të drejtën ose t'ja zvoglon të drejtën për organizimin e asaj. Allahu xhalla xhelaluhu stahat të thotë në Kur'anin e Kerim, ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, gruaja është aty mbrenda. Sepse o ju besimtar të di falë. Gratë kanë thënë, ja Rasulullah, ne po kemi dëshirë që të cekemi dikur. Të cekemi gratë, të thuhet gratë. Gratë dhe sot kanë merak që të ceket. Ato dhe sot kanë dëshirë që një emën të ketë dikur, të thuhet për ta. Allahu ka zbrit një ajet në suratul Ahzab, në Kur'anin e Kerim, ka thënë, innal muslimin, muslimanë, wal muslimati, muslimanë, wal mu'minina, besimtarë, wal mu'minati, besimtarë, deri në fund ata që agjirojnë edhe ato, ata, vetë 15 punë me një ajet, ta Allahu xhalla xhelaluhu, ju jeni gjysmë e ummetit, en-nisa'u shaqa'iqur rijal, gratë janë vëllezër, motrat e burrave.
Jo gruaja është motra burrit. Por gratë janë motrat e burrave, në veprimtari janë motrat e burrit, janë gjysmë e ummetit. Më një bisedë ku kemi bisedu me njerëz që janë të mesit tonë, ato na kanë pyet neve kështu. Islami dhe gruaja. Pse femra është mbyllur? Islami nuk e ka mbyllur femrën. Islami femrën e ka hapur, por Islami nuk e ka harxhu. Këta njerëzit nuk e kanë të qartë këtë koncept. Femra e shprenuar është femra e harxhuar. Islami këta nuk ja don femrën. Ai e don ata të pa harxhuar deri në fund, ajo mund të jeton e pa harxhuar. Asnjëherë, deri në fund. Këtë ja don Islami femrës. Ajo ka të drejtë të organizon. Ka armi gjallë, i ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, men ahakku bi husni sahabati. Kështu i ka thënë, ja Rasulullah, kush meriton respektin tim? Ai tha, ummu, tha nëna. Tha e pastaj ja Rasulullah, tha nëna. Tha pastaj, tha nëna. Tha e pastaj ja Rasulullah, tha baba. Tri me një. Tha nëna, nëna. Tha pastaj, tha baba. Mori fund. Këtu Islami babën nuk e ka qitë në prunë. Po e ka ndalë të veni vetë. E ka ndalë babën të veni vetë. Mu atje ka veni. Një e ke sa të dush, sepse po të eshte me uva, se kështu ishte fjalla. Pse të mos jetë femre e barabartë me mashtullin? Nuk ashtë të vërtit. Në Islam, asë një herës mundën me qenë të barabartë, si pas Islamit. Por, buris mundën me qenë me gruani barabartë, jo gruja me burë. S'mundët sepse ai tre respekte ka thënë nanës një babës, si me qenë i barabartë. Si të bash i barabartë me nanës? Me nanës mundësh me femrës mundësh me i barabartë, sepse ti së me arrin nderin edhe respektin që i dha Islami asaj. S'mundësh me arrin vendin edhe meritën që i dha Islami femrës, mashkulli s'ka mundësi me arrin atë, si të jeti i barabartë. Po ka mundësi me njëra, të më falni tash në fjallor, unë flasë shqip se s'ka në jonë flasin shqip pa me brenja. Në nuk flasim shqip bashkë mirë. Pak duni ju të mundoni që të nga kuptoni sepse pak dialektin e kemi si të vështirë. E unë e kërkoj falje pra. Burri nëse ka dëshirë të bëhet si femra me femrën i barabartë në Islam, du të bëni ku. Unë do t'ja japë si dëtirë e ta provon aja më në banë ajo. Një guri 3 kg të barë për barë të lidhën në mund. Edhe të flenë me ta. Nëse do nëjë me provu qka është një në. Edhe që të dorat i barabartë. E pastaj, 2 vjetë, mës 2 vjetë, nësi të në mujë, 2 vjetë, të barë në ka. Edhe ta përkun një guri. Pastaj unë të depiroj 6 herë në ditë të larë atë guri. Edhe ta vesh atë gurin me robe qera. Këta një babë, kush me merë për sipër? Këta është një babë, sa është gati me merë për sipër? A këta është gati me merë për sipër çdo në? Jo një nënë, po një jo. Kejt nënë. Pra në Islam, ata janë shumë të mëdha. Ata janë shumë të mëdha. Islami e ka ngrit gruan, e ka vunë në vendin e vetë, sepse ajo në karikën e vetë, ati ke ka karikën e shumë lartë. Burat, të kënë kujdes. Gruja pastaj së mundët më bojnë me burin e barabartë. Në Islam. Burri shkon me shkull gurë në kodër me qiski, hajde gruës të jeshe barabartë me ngurë. Ska të drejtë, sepse ajo në zonë. Ska të drejtë, gruja në Islam është zonë. Ajo deri në mesdit, punon në shtëpinë e vetë. Pas dite, robët më të mira. Jo është veshën normal, robët më të mira. Robët më të mira se ka punu një paradite. Ajo sa të duash, si pas Islamit e ka një paradite. Sa të duash. Pra së mundët më bëhe barabartë. Unë kam shku me një gru me traktor, gru në traktor, të bëhe me barabartë. Jo, ajo në minder. Ajo në dhomë, ajo e pastër, e pastruar e pastër, në dhomë. Sepse ajo ka traktori asaj, janë 3 fëmijë, 4 fëmijë të asaj. Ajo shumë ashtë nga kur, ajo ka shumë punë. Kështu është, nuk jemi të barabartë, po që jemi se i cilë në vendin e vetë të lartësua. Se cilë në vendin e vetë. Kur të punojnë, se cilë i punën tonë, jemi të barabartë. E kur t'i shtim hilën, pastaj. Kur t'i shtim hilën, ta vej gjallin vafin. Po, tu i kemi shtim hilën ata. Si që tash, edhe gjallë edhe vafin. Të pali, si në gjallë të punë? Burrit të delë në shtikla?
Unë se di që a i gjali që i merë vatë, se a i nuk ngjirosët me ngjira që i gratë kanë të drejta të marë. Pse a i s'vesh kusti? Se se marë, vantën e ka mu. Po vanti, biliziku, zingjiri në qatë, janë elemente stolisë të lejuara për i krijuesit për femën. Janë të lejuara pa të drejtë femna gruaja e pasanikut të bëhet me ari prej këtu delikat. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا لباك بالدموع الساجيات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات